Standardi I dyfisht, kultura gërryen shoqërinë dhe politikën. Në shoqërinë shqiptare ekziston një fenomen I rrënjosur prej vitesh, I cili nuk lidhet drejt për drejt me varfërinë, tranzicionin apo krizën institucionale, por me mënyrën se si gjykojmë veten dhe të tjerët. Është standardi I dyfisht, një sjellje kolektive që ndryshon jo mbi bazën e së drejtës, por mbi bazën e interesit. Kur gabimi është personal, reagimi është I parashikueshëm. Përpjekje për ta fshehur, për ta relativizuar, për ta kaluar në heshtje. Shpresa mbetet gjithmonë që koha do ta zbejë. Opinioni publik do ta harrojë dhe përgjegjësia do të tretet pa pasoja. Por kur I njëjti gabim kryhet nga një mik, koleg apo kundërshtar, mekanizmi shoqëror ndryshon menjëherë. Fillon diskutimi I zhurmshëm, gjykimi publik, përgojimi në rreth të gjerë, shpeshherë jo për drejtësi, por për të ekspozuar tjetrin dhe për të krijuar një epërsi morale të rreme. Fenomeni zhvillohet njëkohësisht në sy dhe pas shpine, duke prodhuar më shumë thashethem se sa reflektim. Ky mentalitet nuk mbetet I kufizuar në marrëdhëniet shoqërore. Ai reflektohet pothuajse në mënyrë identike në jetën politike të vendit. Historia e rotacioneve qeverisëse në Shqipëri e dëshmon qartë këtë model. Sa herë një forcë politike ka qenë në opozit, diskursi publik është mbushur me akuza për korrupsion, abuzim me pushtetin, kapje institucioni dhe lidhje me krimin. Retorika ka qenë e ashpër, shpeshherë edhe e pakursyer. Por kur e njëjta forcë ka ardhur në pushtet, mekanizmi ka funksionuar në krah të kundërt. Të njëjtat akuza janë përdorur ndaj paraardhësve, me të njëjtin intensitet verbal, por jo me të njëjtin veprim institucional. Pyetja që lind natyrshëm është thelbësore. Nëse abuzimet kanë qenë kaq të rënda sa janë artikuluar publikisht, përse kallëzimet penale nuk janë bërë në kohë reale, përse shumica e çështjeve që sot hetohen nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar lidhen me vendime dhe afera të ndodhura vite më parë, shpesh të denoncuara vetëm politikisht, por jo juridikisht në momentin kur pretendohej shkelja. Kjo vonesë kronike krijon perceptimin e një drejtësie që aktivizohet jo kur ndodh shkelja, por kur ndryshon pushteti. Akuza bëhen kur je në opozit, ndërsa procedurat ligjore nisin kur ke interes politik ose kur rivali është tashmë I dobësuar. Në këtë mënyrë, standardi I shumëfisht bëhet normë funksionimi. Një qasje për veten, një për aleajtin, një për kundërshtarin dhe një tjetër për momentin politik. Pasojat e këtij realiteti janë të dukshme. Besimi I qytetarëve tek politika dhe drejtësia zbehet. Çdo akuzë perceptohet si propagandë. Çdo hetim shihet si selektiv. Në vend që drejtësia të konsiderohet mekanizëm korrigjues, ajo perceptohet si instrument presioni që aktivizohet sipas rrethanave. Në fund, krijohet një bindje e rrezikshme kolektive, se në Shqipëri përgjegjësia nuk përcaktohet nga ligji, por nga interesi dhe balancat e pushtetit. Dhe për sa kohë standardi nuk është I njëjtë për të gjithë, nga qytetari I thjesht deri tek zyrtari më I lartë, çdo premtim përbarazi para ligjit do të mbetet më shumë retorik se sa realitet.